Spekulimet po shndrohen në fakte. Nuk ka të bëj vetëm me fatin tonë individual. Nuk duhet dhe nuk mund të përdoren si fakte juridike. Mos lejoni që të keq përdoren mendimet e opinionet. Askush më shumë se Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi e Recep Selimi nuk e kanë ndjerë peshën e madhe të një procesi të kontestuar që nga fillimi, me shqetësime për shkeljen serioze të drejtave të njerëzit, qasjen politike të ndërtuar nga një akt akuze e prokurorit të hetuar nga SBA Jack Smith, procesi i mbyllur dhe i gjatë si dhe paraburgim për te çdo praktike e kuadri ligjor ndërkombëtar. Të hënën e 9 shkurtit do të nisë betejë e fundit në sallën e seancave gjyqësore në Hagë në procesin kundër 4 figurave të rëndësishme të luftës së Kosovës për liri. Për disa ditë, palët do të paraqesin fjalët përfundimtare dhe me 18 shkurt, nga 20 minuta janë ndarë për Thaçin, Veselin, Krasniqin dhe Selimin. Kur nisi procesi i dëgjimit të dëshmitarëve dhe prezantimit të provave në prill 2023, pasi kishin kaluar 2 vjet e gjysmë paraburgim pa gjykim, 4 SHOQ-s shprehin shqetësime për kohën që mund të merrte gjykimi. I deklaruar plotësisht i pafajshëm dhe i gatshëm të ballafaqohet me akuzat, ish-presidenti Hashim Thaçi deklaroi se as viktimat nuk marrin drejtësi kur të pafajshmit ndiqen. Për të, një padrejtësi nuk mund të ndreqet nga një padrejtësi tjetër. Kryeministri që shpalli Kosovën shtet të pavarur, solli në mendjen e gjyqtarëve se realiteti po ngatërohet me opinione dhe agenda të ndryshme. Spekulimet po shndrohen në fakte. Gjithashtu, emocionet, motivet apo mlefet politike të secilit do akter politik nuk duhet të kuptohen si fakte në këtë sallë. Për bashkëluftëtarin dhe mikun e tij Çengarinia, Kadri Veselin, dikush duhet të marrë përgjegjësinë që ky proces të jetë jo vetëm fair, jo vetëm transparent, jo vetëm të respektoj procedurat, kushtetutën dhe ligjet e Republikës Kosovës, por edhe të ruaj dhe garantoj një gjykim të drejtë dhe në kohë të arsyeshme. Ish-kryetari i Kuvendit të Kosovës shfaqi shqetësimin se nëse nuk respektohen këto të drejta dhe parime, nuk ka të bëj vetëm me fatin tonë individual. Ka të bëj me një mesazh, cilin do ta dërgojmë te populli i Kosovës, i cili e ka krijuar me vedijet plot, e them edhe një herë me vedijet plot, por edhe me besim. Këtë gjykat tek ju si partner tanë, ndërkombëtar, dhe nuk duhet në asnjë mënyrë që t'i cënohet ky besim, e cilin e ka shtetin ligjor dhe drejtësinë ndërkombëtare. Edhe për ish-shefin e grupit parlamentar të vetëvendosjes, Recep Selimi, në këtë gjykim, Tallimet dhe opinionen politike në mes nesh, sidomos në kohë specifike me ndikime të thella politike, nuk duhet dhe nuk mund të përdoren si fakte juridike kundër askujt e po ashtu kundër ne të bashkë akuzuarve. Për zërin e ushtrisë lindore të Kosovës dhe ish-kryetarin e Kuvendit Jakub Krasniqi, përmbajtja e këtij akuzës ishte e palogjikshme dhe se ajo e ka lënduar Më shumë se sa torturat mizore dhe dënimi me burg nga regjimi serb e Jugosllav. Se opinionet e dallimet politike mund ta dominonin këtë proces, e ndjente edhe ai. Mos lejoni që të keq përdoren mendimet e opinionet individuale të pasluftës për kohën e luftës. Pasi të jenë mbyllur dyert e sallës së seancave në Hagë, 4 gjyqtarët e panelit brenda 90 ditëve do të shpallin aktgjykimin që nuk do të përshojë vetëm fatin e 4 figurave të OÇK-s, por edhe historinë e luftës së popullit të Kosovës për liri dhe ndërtim të shtetit. Do të jetë një moment kur kjo gjykatë do të tregojë nëse është në gjendje dhe aftë të ndajë drejtësi nga politika dhe opinionet, dhe se parimet juridike ndërkombëtare të drejtësisë nuk përdoren në mënyrë selektive.